Historia është shumë e veçantë ju, nuk po du më jalon në diçka moment veçantë. Që aty të me ta bësh te Dritan Goxhoj që thonë e kam një letër, ja dërgova regjis, ndoshta e bën gati për me klasi. Është një letër e Xheladin Goshit, komandant plakut, që ky pas ka nejt shumë MV Shala, basa enver. Edhe më në di. E ka bo edhe de Roma e ka bo publish Facebook vet. A është ky në shkrimi i Xheladin Goshit i sakta ju? Ti nje. Komandant plakun kom pas rastin dhe nderin më të madh. Më thash, dy njerëz që i kam njohur që mburën me ta, janë një ndër ta është Xheladin Goshi, komandant plaku, general sot. E posh, jam duke kthyer në shkrimin. A është në shkrimi ti se ndoshta ja kanë marrë. Gjithmonë e ka pas shkruar G Goshi. Domethënë ç'është që G Goshi. Regjia nëse më është më largu ta lexosh apo thot, mos. Kjo nuk është dokument. Këtë nuk e kam po, mirë po. Më datën 14 prill 99 në qendrën servitore të UÇK-s në Elshan erdhën si vullnetar në luftë për shtirimin e Kosovës 4 oficer të ushtrisë shqiptare dhe konkretisht Arçile Mandro, Ermir Begaj, Dritan Dyrmisha dhe Agim Sallaku. I solli me një kerr Dritan Gunxhaj. Ai është një djalë i Dylaver Gunxhaj, aktualisht vullnetar në luftën e Kosovës në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Si pjesëtar i këtij shtabi, oficerët e ardhur nga ushtria shqiptare punuan me përkushtim të veçantë. Kur Dritan Goxhaj u largua për në Tiranë, shokët e tij që erdhën vullnetar thanë: "Po ti nuk do të qëndrosh me ne në luftën shlirimtare?" Djali i Dylaverit me një mendjelmasi të tepruar tha: "Nuk më ka marrë kukas erë si mauti të vi në luftën e Kosovës." Vullnetarët e ardhur nga perëndimi i ndinjuan me përgjigjen që ai dha, por nuk patën mundësi të reagojnë sepse Dritani ndezi kerrin dhe u largua më njëherë nga qendra servitore në Tiranë. Ç'po tham unë? Ka thonë demek komandant plaku. Çfarë do të thonë komandanti çka? Çka do të thonë komandanti? Sa kujtë se kanë që shmeshëm komandantat më fol gjithçka. Dritan Goxho, Dylaver Goxho, kreta e kanë qenë simbol i UÇK-s, kanë punu e kanë ardhur me dhon kontribut. Sokur ky drejt presidentin vit fondin mos e kanë. Po nashta ka kuj punë më të mëdha se une. Pse? Për me luftu është akt i fundit. Bish luftë dhe bën luftë. Po duhet për më artë organizimi. Këta janë djemë të luftës. Kjo nuk diskutohet. Po komandant çfarë do? So kam dëson për një ditë. E posh në shkrimin, po posh datën. Unë ku kam detyra ime ka qenë masi i kam pru shumë ushtar. Bile në media thuhet mbi 4000 që unë i kam pru. Edhe i kam me listë me emrin e bëjemën, sepse njerë i kem pas nga 3 formularët, parët e kem mush në Stuttgart, këta ose në Solingen, dytin e kem mush në restorant Drenica. Po, komandant, po. Dhe nga një kopje kam met në çdo vend. Po. Edhe në Elshan kam marrë pjesë, kam shku me i vizitu, sigur në Borrell, dhe unë atje jem taku me kolonel Malish Doçin. Në Elshan e kum taku Malish Doçin si komandant aty. Dhe kam pas biseda me ta. Kam qenë krum të komandant plaku, të Aki Drenica. Kam qenë në Vlan të komandant Sokoli që sot gjindë. Edhe? Cila është përgjigja jote? Përgjigja ime që është në shkrimi i plakut. Kështu të mendoj unë. E Musa tha ta gjytin një raket, kështu të bu. Tha në front luftës thonë s'kum nejt me mirë. A e poti me Musën? Është shumë e saktë. Detyra ime edhe për fat mirë, do të tregoj një rast tash, për fat mirë që u ndërprej lufta dhe fitum ne ata, sepse kishte me pas edhe shumë më të vdekur. Mobilizimi do ishte ndalë dikur dhe do ishte u desht patjetër me ju bashkangjit bashkëpunëtorët me, se ka pas shumë djemë tri. Po tregoj një rast, diku në maj isha me 2 autobusa, dhe gjithmonë në autobusin tjetër, në Radio Li dhe Lisha Diken si përfaqësues, që